27 vjetë më parë, banorët e Kosovës nisën ta shijojnë lirinë pas bombardimeve të NATO-s mbi saqet serbe. E kjo liri po shënohet kudo në Kosovë, por më shumë vizitorë po ka në Prekaz, atje ku është edhe kolega jonë Ndrita Bajrami, që na tregon më shumë mbi homazhet që po mbahen në kompleksin e Jasharajve. Ndrita, lidhja është për juve. Në fakt, ne po lajmërohemi këtu nga palestra Ila Skotra në Skënderaj, vend ky në të cilin aktualisht edhe janë duke u bërë homazh përkujtimor në ndërim të jetës dhe veprës ish-komandantit të UÇK-s Sahit Jashari, i cili ndroi jetë të ejtën për njeriu që dha shumë për lirinë e vendit e për ish njëri ndër themeluesit e UÇK-s, po ashtu edhe bashkëluftëtar me komandantin legjendar Adem Jashari. Do të ketë edhe akademi përkujtimore derisa i njëjti do të varroset pikërisht sot kur edhe shënohet 27 vjetori prej ditës së çlirimit të vendit. Vlen të theksohet se aktualisht prapo mund të shihni që homazh përveç familjarëve që janë duke pritur qytetar për t'i ngushëlluar ata, këtu kemi edhe kryetarin e komunës së Skënderajit, i cili një herësh është ulur edhe në radhë të parë bashkë edhe me anëtarët e tjerë të Partisë Demokratike. Derisa vlen të theksohet se pikërisht për të ndjerin që ndroi jetë të ejtën, ata me të cilët biseduam ne më parë që në fakt e kanë njohur për sa afërmi e përshkruan me fjalët më të mira, duke theksuar se pikërisht i ndjeri ka dhënë shumë për lirinë e vendit, duke thënë që në kohrat e luftës e në kohra të vështira asnjëherë nuk është dorëzuar, por e ka dhënë maksimumin që një herësh edhe me komandantet e tjerë, por po ashtu edhe me familjen Jashari dhe me tashmë dëshmorët e tjerë kanë kontribuar që vendi të ketë liri. Por vlen të theksohet se pikërisht në ndër të kësaj dite, paraprakisht me mëngjes në kompleksin memorial në Prekaz kanë qenë edhe krerët institucional, kryeministrin e detyrës Albin Kurti, bashkë me ushtruesen e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu, por edhe me ministrat të tjerë në detyrë kanë vizituar këtë kompleks, derisa kanë deklaruar se pikërisht ditë të çlirimit s'do të kishte edhe pamarrësien e 98-s, por po ashtu edhe pa qëndresën e familjes Jashari, por edhe pa përpjekje e ushtrisë shërbëtare të Kosovës për ta çliruar këtë vend. Vlen theksohet që ne padyshim që do të qëndrojmë këtu për të parë edhe të tjera detaje që do të zhvillohen pikërisht nga këtu, andaj shikuesit e televizionit do t'i mbajmë të informuar edhe në edicionet të tjera informative, por edhe përmes portalit klankosova.tv. E qartë Ndrita, faleminderit shumë për këtë paraqitje, pikërisht mbi deklaratat dhe mesazhet e leadershipit të institucional të Kosovës.